Arlin, cili në lëvizje bashkë, ishte përfshirë në shoqëri civile apo erdhi direkt në politikë? Ne kemi nisë faksi aktivistë organizatës politike në vitin 2011, jemi mbledhur një grup qytetarësh aso kohë, që ishim të neveritur nga sistemi vjetër politika, pa drejtësitë e pa numërta nga korrupsioni, po edhe nga mungesa e shtrimit për diskutim disa çështjeve madhore, si çështjet e drejtave në punë apo drejtave sociale dhe ekonomike në përgjithësi. Kemi bërë një rrugtim si grupim politik nga viti 2011 në fund të vitit 2022, dhe në vitin 2022, në dhjetor vitin 2022, vendosëm që të transformoheshim në parti politike. E quajtëm Lëvizja Bashkë sepse besojmë shumë se bashkimi i shtresave shoqërore që pësojnë padrejtësi dhe qytetarëve të ndershëm mund ta transformojë vendin ton, por edhe sepse menduam, besoj me të drejtë në ato momente se qytetarëve u duhet dhe një adresë elektorale. Ne kemi pas shumë përvojë, vazhdojmë të kemi shumë përvojë në protesta, në greva, në bashkëpunime me punëtorët, me shtresa të tjera shoqërore për të organizuar. Mirë, është e rëndësishme që qytetarët një herë në 2 apo në 4 vjet të kenë mundësi edhe të votojnë, të kenë mundësi edhe ta çojnë frymën e lëvizjes bashkë brenda institucioneve, sepse lufta për të drejtat e qytetarëve duhet bërë dhe jashtë dhe brenda. Ne deri 2022-shit e bënim vetëm jashtë, pas 2022-shit kemi filluar ta bëjmë edhe brenda institucioneve. Okej, kjo është shumë interesante që nga shoqëritë civile kaluan politikë. Po ta marrim nga aspekti personal. Ne gjithmonë kemi thonë të rinj, duam të rinj, po njerëzit, a e njohin kush është Arlin Qorri? Çfarë profesioni ke, me çfarë merresh? Pse erdhe direkt në politikë, ose më saktë, pse nuk zgjodhe një parti tjetër dhe që t'ishte konsoliduar, kishte numër votash, kishte fonde, diun. Unë prej 20 vjetësh jam pedagog në Fakultetin e Shkencave Sociale, madje specifikisht në Departamentin e Shkencës Politike. Në këtë kuptim, politika për mua ka qenë për 20 vjet edhe fushë studimi, edhe mësimdhënie. Mirë po, e shija që kishte një hendek midis asaj që ligjëroja për shembull në auditor, për parimet e drejtësisë, në mendimin politik të shumë autorëve në 2500 vitet e fundit, dhe asaj që unë bëja praktikisht. Kështu që erdhi një moment, siç u thash, në 2011, sa që ky hendek, kjo kontradikt midis të mos bërit gjë publikisht dhe të ligjëruar dhe studiuarit politikës ishte e papajtueshme. Kështu që zgjodha të merresha me aktivizëm. Sigurisht nuk mundet ta mendoja, as kam për ta menduar ndonjëherë që unë të jem pjesë e një partie të komprometuar. Partitë e vjetra në Shqipëri janë parti fundëkryet korruptuara, përplot me njerëz që duhet ta kishin vendin në burg dhe jo në institucionet e shtetit, që i shërbejnë oligarkisë ekonomike, prandaj unë nuk mundet që idealet e mia dhe pasionin tim për drejtësi ta gjeja të shprehur në parti të tilla. Kështu që sigurisht e vetmi alternativë do të ishte që të themeloja bashkë me shumë të tjerë një lëvizje politike, të quajtur Lëvizja Bashkë. Unë nga ana tjetër, më fal, kam edhe një specifik. Në jetën time nuk kam qenë pjesë asnjë partie tjetër përpos Lëvizjes Bashkë, dhe kjo është diçka e veçantë në spektrin politik shqiptar. Po thuaj se të gjithë tjerët që merren me politikë Shqipëri kanë një përvojë të palavdishme te PS-ja, PD-ja apo LSI-ja, se me sa duket u ka interesuar më shumë pushteti se sa drejtësia. Për mua, pushteti është tërësisht i parëndësishëm, ose mund të marrë rëndësi vetëm si instrument institucional për të realizuar qëllimet tona, emancipuese, por për mua rëndësi ka në radhë parë ajo që është e drejtë. Por të kthehemi gjatë vitet 2000. Ti ke qenë pedagog besoj. Po. A nuk mendoje që do ishte kohë goxha e mirë vitet 2000 që të angazhohem politik dhe jo tani? Mua gjithmonë ka interesuar politika, madje unë kam pas marrë pjesë në protesta. Nëse flas për shembull, ishin 2000-shin, sot ishin 25 vite. Edhe do kishin ndryshuar Shqipëria. Po nuk besoj që do ndryshonte Shqipëria nga një njeri. Sepse qofse unë në fillim viteve 2000, kur isha student ose sapo diplomuar, do të hyja në një parti të komprometuar, ose do të kompromentohesha dhe unë si të tjerët, ose do më nxirrnin nga partia për 2 ditë, kupton? Kështu që kjo do ndodhte. Në të gjitha rastet nuk ishte për të ndodhur asgjë pozitive. Kështu që ky rrugtim që kam nisur prej kohësh, besoj është ai i dur, i drejtë, sigurisht është i gjatë, mirë po punët e mira nuk bëhen brenda ditës. Ka nevojë për shumë përkushtim, sakrifica, ka nevojë për durim dhe të mos dëgjosh këto, si thua, figurat mitike që të këndojnë, siç këndonin Odises te Iliada, që të kridhesh aty në detin e pushtetit korruptuar. Për mua, si thash, ajo që është e drejtë ka përparësi ndaj gjithçkaje. A është e vështirë ty organizosh të rinjt?
Shumë në lëvizje bashkë kam pas shumë të ri, që kanë idealet njëjta. A ka qenë vështirë për ty? Po shiko, ka qenë Njerëzit proces. ndjekin një lider, besoj, një menaxher, një leadership që ti ndjekin nga mbrapa dhe besojnë tek idetë tuaja. A ka qenë vështirë? Më le të bëj një saktësim. Ne nuk e bëjmë sepse nuk e besojmë këtë formë organizimi hierarkik, ku të tjerët ndjekin verbërisht një udhëheqës. Unë prej momentit parë kam qenë njëri prej tyre, i barabarti mes të barabartëve. Sigurisht që mbase për shkak të profesionit, mbase për shkak të moshës, përvojës, kam gëzuar një lloj autoriteti moral, po jo politik, brenda aktivistëve. Nga ana tjetër, unë nuk mendoj që është vështirë të organizohen të rinjt, sepse të rinjt kanë shumë dëshirë për ndryshim. Fundja edhe të moshuarit, ne kemi parë me pensionistën protesta që edhe të moshuarit kanë përgjigjur shumë pozitivisht. Nuk është vështirë të organizohen të rinjt, të moshuarit. Ajo që është vështirë është që tu injektosh shumë njerëzve besimin dhe shpresën. Sepse 30 ca vite pushteti korruptuar i ka bërë qytetarët skeptik edhe ndaj vetes vetë, lere më ndaj tjetrit. A ka qenë Shqipëria ndonjëherë mirë gjatë këtyre 35 viteve? A ka qenë ndonjëherë mirë? Mirë. Në sistemin e ligjeve, demokracisë, barazisë, çfarë kujtohet ty domethënë? Tani, Se besoj ka pasur të mira, po ndërmarr ka të këqija të saj. Unë jam një kritik i fortë i sistemit politik edhe sigurisht ekonomik të Shqipërisë sotme, po gjithsesi disa arritje ka pasur. Fakti që ne dy po bëjmë bisedë tani dhe asnjë nga ne nuk ka frikë se mbas një ore do vi policia, do ta rrëmbej edhe do ta çojë mali me gropa, është një arritje. Dhe është një arritje të popullit shqiptar rreth parë, të ndryshimeve demokratike të fillim viteve 90. Pra, ne nuk mund të sillemi sikur asgjë nuk ka ndryshuar. Mirë, mos harro diçka. Ajo që ishte risi, ndryshim, emancipim 30 vite më parë, tashmë është e pamjaftueshme. Pra nuk mund të themi më njerëzve gëzohuni për faktit që nuk ju pushkaton shteti, po kupton? Dakor, po të shohim gjithë rrugtimin ton historik, do themi që dakor, është arritje edhe kjo. Mirë, po sot kemi kërkesa të reja, dua më shumë. Dhe përpasoj jemi kritik, jo në kuptimin nihilistë për të mohuar gjithçka, çdo arritje të kësaj shoqërie këto 30 vjet, po për të thënë që shoqëria shqiptare i ka tejkaluar partitë, sistemin politik dhe institucionet, kërkon shumë më tepër dhe merr jashtëzakonisht pak. Po njerëzit vazhdojnë akoma me këtë premtimin ose më saktë me të thirrjen. E duam Shqipërinë se Europa, po nga vëzhgimet e mia çfarë ndodh në përfshatra, njerëzit duan ujë, drita dhe rrugë. Çfarë bëhet kështu? Do vazhdoj të jetë kjo histori gjatë gjithë kështu? Po nëse ne qeverisemi nga parti që përvetsojnë, vjedhin 20-30% buxhetit, paktën në për prokurime publike apo koncesione, unë nuk e di a do arrim ndonjëherë standardet evropiane normale të ujë, drita edhe rrugë. Mirë, po nga ana tjetër, unë kam shpresë që populli shqiptar këto zgjedhje pa në zgjedhjet e ardhshme ka për të vendosur ndryshe, ka për të transformuar rrënjësisht përfaqësimin politik dhe sidomos nëse Lëvizja Bashkë do ta ketë mundësinë për të qeverisur, ne kemi idet për kushtimin dhe seriozitetin për ta transformuar Shqipërinë, jo vetëm nga pjana infrastrukturore, po me gjithë nga pjana institucioneve. Në momentin që ne krijojmë institucione të forta të pavarura, të tjerat pastaj vinë automatikisht, e kupton? Vjen edhe zhvillimi, vjen edhe shteti social, vjen edhe shumë gjëra të tjera. Arlind, ju në 2021 ishit pjesë e zgjedhjeve lokale, hera e parë besoj. 2023-shin, po. 2023-shin ndjes. Çfarë prisni nga ato zgjedhje? Çfarë pritëm në zgjedhjet e 2023-shin? Po pritëm atë që morëm, pritëm që të ishim pas zgjedhjeve shpresa për shoqërinë shqiptare. Shumë qytetarë, jo vetëm Tiranës, po edhe nëpër Shqipëri, na kanë inkurajuar, na janë bashkuar mbas atyre zgjedhjeve. Sigurisht ne në 2023-shin e dinim që me 99% mundësi nuk do i fitonim zgjedhje, pra unë nuk do isha kryetar bashkisë. Mirë, po një parti futet në zgjedhje jo vetëm për të fituar ditën e zgjedhjeve, po edhe për shtruar rrugën e fitores së ardhshme. Kështu që unë besoj që rezultati i 2023-shit na ka ndihmuar mjaft për t'u njohur në shoqëri, për t'i inkurajuar shumë vetë, për t'i bindur të tjerë që të na bashkohen duke u bërë antarë dhe aktivistë të Lëvizjes Bashkë dhe për të qenë sot në një pozitë shumë më të fortë, jo vetëm në Tiranë, por kudo nëpër Shqipëri. Kalojmë të zgjedhjet e majit që avash po afrohen. Ku e keni synimin dhe çfarë doni të fitoni? Ne duam të zgjedhim sa më shumë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Kemi potenciale të jashtëzakonshme. Kudo nëpër Shqipëri do të luftojmë për
për të zgjedhur deputet, në çdo qark do të bëjmë fushat intensive, serioze, derë më derë, lagje më lagje, rrugë në rrugë. Sigurisht që aty ku qarku është më i madh, aty ku ka më shumë popullsi, aty sigurisht edhe shpresat tona janë më dha, aty edhe potencialet janë më të realizueshme. Gjithsesi, unë besoj që ne kemi të gjitha mundësitë për të disafishuar rezultatin e 2023-shit. 2023 sa ishte rezultati? 4.8% në qytetin e Tiranës, ose në bashkinë e Tiranës. Një shifër goxha e mirë. Është një shifër e mirë për 2023-shin, ka qenë inkurajuese, por unë mendoj duke parë numrin e mbështetësve tanë, anëtarët tanë, aktivistët tanë, reagimin e qytetarëve në rrugë, impaktin e lëvizjes bashkë, unë mendoj që sot jemi shumë më mirë se në 2023-shin. Po ja, besoni ke këto exit polls-et pra që realizohen, që më Euronews-i vazhdimisht bën parametrin politik dhe duhet të them që emri jot është rritur ndjeshëm në përqindje, por ka dhe të tjerë që janë rritur më shumë nga ty. A i besoni këto? A janë indikator të mirë për të themi që ky fushat është e mbarë dhe ju do kapni dy deputet në Tiranë, po themi? Mendoj do kapim më shumë deputet në Tiranë dhe ato më shumë deputet në Shqipëri. Do të pas parasysh diçka që Lëvizja Bashkë është një parti atipike, është një parti ku qytetari e ka të vështirë të ekspozohet publikisht si mbështetës ynë, për shkak të radikalitetit të qëndrimeve tona kundër pushtetit politik korruptuar dhe oligarkisë ekonomike. Po ju zë një shembull. Në vitin 2023 i njëjti sondazhi barometrit mua më nxirrte një javë para zgjedhjeve 2.4%. Unë mora dy fishin, 4.8%. Dhe ky është tregues që sondazhet në një vend si Shqipëria, ku njerëzit kanë frikë, nuk janë të besueshme. Nuk janë të besueshme dhe unë nuk po ngrej akuza tani për manipulime kështu sepse do ishte shumë e pandershme nga naive. Po më flas për kontekstin social të Shqipërisë. Sa e sa qytetar flasin me ne, na premtojnë mbështetjen. Po di çfarë thon? Po, më thuaj. Thonë që të lutem, nuk duhet kjo të bëhet publike. Unë nuk vi dot publikisht në takimet tuaja. Unë jam me ju. Ama do votoj për ju. Pa diskutim do votoj për ju. Por kam frikë, më ndodh dhe jo vetëm me punonjës administratës. Më ndodh me shumë njerëz që kanë një biznes vogël, që kanë një punë thjesht, që kanë një familjar tyre në një punë ku është i kërcënueshëm. Këta janë mbështetësit tanë me zemër. Do të votojnë për lëvizjen bashkë, sepse kanë nevojë si të gjithë tjerët për ndryshimin. Mirë, po kanë frikë të dalin publikisht. Po të zë një shembull nga 2023. Bëm një takim në Laprak. Në një nga lagjet më të rëndësishme të Tiranës. Pjesëmarrës në takim ishin 10 vet. Nga këta 10 vet, 2 ishin prindrit e shokut tonë që edhe kandidonte për Këshillin Bashkiak. Shumë më tepër të tjerë rinin larg, në gjysmë distancë, si njëri sikur rregullonte biçikletën, po 2 orë duket që mbanin vesh. Në Laprak ne mund kemi marrë rreth 1000 vota, apo 800 apo 1000 vota. Pra, nga 10 pjesëmarrës, më kupton, që kanë guximin të thonë, ore unë do vi këtu, do dal publikisht si mbështetës i Lëvizjes Bashkë, kur vjen puna te vota, pastaj rezultati është shumë fisht më i lartë. Kjo është Shqipëria e sunduar në mënyrë kaq të keqe, me hajdut që kërcënojnë qytetarin e thjesht për përkatësinë e vet politike. Mirë, shpresa ime është kjo. Vota në fund fare është e fshehtë. Patjetër. Te vota jeti dhe ndërgjegja jote. Kështu ne duam të flasim ndërgjegjeve të qytetarëve. Arlind, marrim një shembull që mbaruan zgjedhjet, ju jeni në parlament. Kush do jenë ato çështje para që do ngrini apo do debatoni në parlament, Është një çështje është akoma e paqartë, është e paqartë. Ne kemi një krye çështje që e kemi nisë gati 3 vjet më parë, e kemi shuar në kuvend si projekt ligj qytetarësh dhe s'kemi marr asnjë rresht përgjigje minimumi etik. Projekt ligj minimumit etik. Çështja e parë që ne do ngrem, do diskutojmë, do të çojmë në komisione parlamentare, do e çojmë në seancë plenare, do bëjmë namin edhe me protesta jashtë parlamentit dhe me ligjërata brenda parlamentit, është çështja e minimumit jetik. Minimumi jetik është domosdoshmëri. Nëse deri dje mund të ketë qenë nevojë, sot është domosdoshmëri sociale, ekonomike e gjithanshme. Pastaj sigurisht do shohim përpara politikat tona kundër korrupsionit, do kërkojmë bie fjala anulimin e koncesioneve, do kërkojmë abrogimin e ligjit të investitorëve strategjik, do kërkojmë përmirësimin e kodit punës, zbatimin e kodit punës, sepse drejtat e punëtorëve në Shqipëri janë më të nëpërkëmbura se kudo tjetër në Evropë. Po të ndalesh pak, të drejtat e punëtorëve dhe të punëtorët e thjeshtë që duan të votojnë Lëvizjen Bashkë, por nuk flasin dot. Po. Për shembull, shumë prej punonjësve që janë në administratë publike nuk dalin dot me flamur, thonë që unë do votoj Arlindin se më heqin nga puna dhe
kjo frikë do jetë e vazhdueshme edhe kur të jetë, po them, Berisha në qeveri, apo do jetë edhe Rama, apo nëse nesër do jetë Lëvizja Bashkë. A do ketë një ndryshim, sepse ideja është ti më të vërtet firmos një kontratë pune. Për kontrata pune s'u vlen për asgjë. Nëse ti thua mendimin tat politik. Më lejo të bëj një saksim. Kur Lëvizja Bashkë të ketë qeverisin e vendit, asnjë punonjës i shtetit, asnjë punonjës i shtetit s'do ketë frikë nga asgjë përveç se nga ligji që është i barabartë për të gjithë. Çdo punonjës i Republikës së Shqipërisë ka të drejtën që pas orarit punës të shpreh haptazi pikpamjet e veta politike, të marrë pjesë në protesta, tubime, angazhime për çdo lloj partie të mundshme. Dhe ky nuk është vetëm një zotim politik subjektiv. Ne kemi dhe programin dhe ide se si mund bëhet kjo. Ne duam të përmirësojmë sistemin e drejtësisë duke parë me përparësi çështjet e punës. Në programin ton, për 22 kapitull se 177 faqes, në sektorin e drejtësisë duam ngrejmë një dhomë posaçme brenda gjykatave të jurisdiksionit përgjithshëm që do merret me çështjet e punës, pa do jenë si gjykata pune, për trajtuar me përparësi, seriozitet dhe pa anësi të gjitha pretendimet e punonjësve sektorit publik ose privat për shkeljen e drejtave tyre. Pra ne duam që punëtorët të jenë të sigurt, punëtorët e sektorit të prodhimit, të ndërtimit, të shërbimeve, të administratës publike, të gjithë jenë të sigurt në vendin e tyre të punës, të krijojnë kushtet që të bëjnë një punë optimale, të respektohen të drejtat, po dhe sigurisht pastaj të kërkohet llogari për detyrën e tyre në raport me qytetarët, sepse nuk ka të drejta pa detyrime dhe nuk ka detyrime pa drejta. Problemi në Shqipërinë e sotme është që qytetari dhe punëtori ka vetëm detyrime pa pasur drejta. Unë të kam parë që ti, të gjithë e ka nisë fushatën dhe ti e ke nisur, ke kaluar në diasporë, po të diaspora, çfarë mendojnë ato? Ato jetojnë në një vend europian, kanë drejta, kanë ligje, marrin pak më të mirë sa në Shqipëri. Çfarë mendojnë ato për ndryshimin e qeverisjes ose politikës në Shqipëri, edhe për ju, domethënë? Po ja t'ju marr një shembull. Lëvizja Bashkë ka mbi 6.000 antarë sot që flasin, dhe ata 6.000 pothuajse gjysma janë nga diaspora. Pra që janë bërë antarë me një link online dhe janë të organizuar në qytete kryesore ku ka shqiptar në Evropë, po edhe më gjerë, në Amerikë, edhe më tutje. Diaspora në Shqipëri është e vetëdijshme që diaspora shqiptare, është e vetëdijshme që Shqipëria duhet të ndryshojë, vendi yt duhet të ketë institucione të reja, duhet të luftohet fuqishëm korrupsion. Si kaloni? Faleminderit. Faleminderit. Zoti flet me duart e njerëzve, si më thonë. Faleminderit, gjithë tjerat. Faleminderit. Diaspora në shqiptare në Evropë. Unë mendoj që është goxha e vetëdijshme për kontributin e vet dhe për mundësitë që ka për të ndihmuar në ndryshimin e Shqipërisë. Keni parasysh diçka që shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Perëndim, sigurisht mund të kenë të ardhurën mesatare më të larta se ata që janë në Shqipëri. Mirpo nga ana tjetër edhe punojnë shumë, edhe sakrifikojnë shumë. Mbajnë më shumë se një familje. Nuk ka punëtor shqiptar në diasporë, punëtor të krahut ose të mendjes, që nuk mban edhe familjen e vet më hershme, prindrit e vet. Patjetër pra nga remitancët është. Nga remitancët, po ki parasysh, remitanca është oksigjen për shtetin social në Shqipëri, për njerëzit në Shqipëri, po është një sakrificë e madhe. Më kupton që ti të punosh për shembull me pak minimale në Gjermani, që mund të marrësh 1.500 euro, dhe nga këto 1.500 euro, 200, 300 duhet t'ia kthesh në Shqipëri. Është sakrificë për ty. Patjetër. Nuk është, nuk janë haramele ato. Si kaloni? Faleminderit. Po ta vësh re, në qytetin tonë nuk ka trotuar. Nuk ka. Trotuari është privilegj. Nga lagjet më të vjetra të Tiranës, jemi në zonën e Alidemit. S'ka trotuar. Dhe trotuar nuk ka vetëm makina në rrugë. Ose më saktë, ka trotuar për zhapik. Aq të ngushtë janë, sa që zhapiku mund të kalojë, njeriu e ka pothuajse të pamundë. Alin, unë dua ta mbyll dhe me një mesazh për rinin shqiptare dhe dua të di çfarë mendojnë shqiptarët për ju. Mesazhi im për rinin shqiptare është që e reja në Shqipëri, në kuptimin politik të frymës, të emancipimit polind, kjo e re ka një emër, ka edhe një histori aktivizmi dhe quhet Lëvizja Bashkë. Thirrja ime për të rinjtë është të besojnë më shumë te vetja e tyre, të besojnë më shumë te bashkëmoshatarët e tyre, te shoqëria e tyre, dhe kur të arrin këtë gjë, kanë për të besuar masivisht edhe te Lëvizja Bashkë si shpresja më e mirë e frymës e nevojave të rinisë shqiptare. Shoqëria shqiptare besoj që dita ditës po e vlerëson Lëvizjen Bashkë dhe po shet Lëvizja Bashkë
mishërimin e aspiratave më të mira shoqërore, pra atë që thamë pak më herë, që Shqipëri të ketë institucione të forta, në dobi të qytetarëve, të ketë shtet zhvillimor, shtet social, shtet të drejtës dhe demokraci pjesëmarrëse. Unë besoj shumë te populli shqiptar. Në Shqipëri, shumë kush që merret me politikë është cinik. Kur flet në kafe me ta për popullin, mund të thonë gjërat më të pabesueshme. Ama unë edhe për shkak të formimit besoj shumë tek populli, sepse kam arritur të krijoj bindjen se ndryshimi mund të vijë vetëm nga ata që kanë nevojë për ndryshimin. Dhe populli shqiptar ka një nevojë të madhe për ndryshim. Me të mesazhet do doja ta mbyll, ja? Arlindën të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Përë sukses në fushat. Edhe juve në profesionin tuaj. Faleminderit.